në të tjera informacione, do të flasim për faktin se tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se synojnë të bëjnë goditjen më masive ndaj Iranit. Diçka e tillë ishte paralajmëruar javën e shkuar nga Donald Trump, i cili kishte thënë se sulmi më i madh nuk ka ndodhur ende. E gjitha kjo pasi sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare dhe pamjeve filmike, bombarduesit B-52 janë parë të vendosur pikërisht në një bazë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Mbretërinë e Bashkuar, duke u bërë gati kështu për përdorimin e tyre në lindjen e mesme. Për t'ju dhënë një përshtypje të qartë, Amerika përdori bombarduesit B-2 në sulmin që kreu në qershorin e vitit të shkuar për të eliminuar pikërisht programin bërthamor të Iranit, për cilin tha se pati një sukses. Më pas Donald Trump doli dhe bëri deklaratat të tjera, më saktë Pete Hegseth doli dhe bëri deklaratat të tjera, duke thënë se kishte një rrezik që Irani të formonte një bombë bërthamore për gjatë, le të themi, javëve në vijim, një retorikë e cila është përdorur vazhdimisht si nga Izraeli, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për treguar pikërisht rrezikun që vjen nga Teherani. Do të ndalemi në pjesën e parë të programit për të kuptuar pikërisht mbi këtë deklaratë të Donald Trump, i cili duket se po e konsideron Iranin si Venezuelën, duke bërë kështu një gabim të rënd, sipas asaj që thonë analistët e gjeopolitikës dhe konflikteve globale, por edhe vetë europianët, vetë Macron tha ditën e sotme se nuk mund të ketë një ndryshim të regjimit me vetëm bombardime nga qielli. Do të shohim së bashku këtë element, do të shohim për shkallëzimin e konfliktit me NATO dhe mbi të gjitha çfarë janë avionët e rinj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë B-52-shin, janë dhe për çfarë do të shërbejnë ato në goditjen e ardhshme të lindjes së mesme. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas sigles.